Përbes zotit dëni me marë pozitën e kamikazit, kanë me qunë shpi, po rektori nuk qënë shpi. Nëse ka dua dikuj premtimin burg shke pra punë. Kur shkallët shtëpia e fuqisë për të shkallët edhe ju. Na varnomi si shtetet i potunë. Hapja e konkursit për pozita të reja në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka shkaktuar debat në mbledhjen e Senatit më 29 prill 2026. Kryesisht për plasjen e mes dekanit Sefedin Muçaj dhe rektorit Arben Hajrullahu. Kjo pasi Fakulteti i Mjekësisë ka propozuar hapjen e 28 pozitave për profesor, e Senati votoi që të hapen 11 pozita për profesor. Pastaj fakulteti ka kërkuar vetëm 10 pozita për asistent, e Senati i votoi 23. Kështu pas miratimit nga Këshilli Drejtues i UP-s, konkursi i ri në këtë fakultet do të hapet përgjithsej 34 pozita. Rektori Hajrullahu tha se sipas të dhënave të zyrës për çështje akademike, ka orë të lira që të shpallen 34 pozita. Ai tha se nuk i propozon Senatit konkurset të kurdisura e pozita ku nuk ka orë. Kurse dekani Muçaj i arsyetoi pozitat që i kanë kërkuar për profesor duke thënë se 28 profesor të mjekësisë janë pensionuar dhe 3 janë larguar. Ai tha se aktualisht Fakulteti i Mjekësisë i ka rreth 180 profesor e 141 asistent për 10 programe studimi. Pse jemi të rrezikuar si ky numër i madh? Mbi 3 vite nuk ka asnjë konkurs. Dhe që po tash të projektojnë ndërum, po do t'i bëjmë copa pjesë, po që 3 vite. Dhe si cili veti ka nga 2 konkurse, i vjen 6 konkurse. Dhe në qosë që për 28 numërsh, në 6 konkurse, ati sa i vjen? O dekan, a mënesh me na i kursy kohën bre, edhe 3 minuta i keni kohë me folë edhe... Ose për s'kot me gjenë, të do më ndërprej, apo ki durimit? Unë e thëmë do të ndojmë faza, këtë thot me bo copa, qërë farë manipulimi gjusore këto. Veç vazhda. Copa, për të vazhdimisht këto. E nuk ka copa, ose të tjetë një grup i caktum, i dëshmum, edhe jo me ato si që... Përbes zotit dëni me marë pozitën e kamikazit, jo po menëni ose me pozitat kontrabandume, pa orë, ose hiq, po nuk do të leje, jo dhe kanë këtë, po urë nuk përfundu edhe të vazhdojnë. Duhet me pasë në nivelin akademik të drejtojë gjuhën s'pari, edhe jo me gjuhë budizu. Kryni obligime që ka i keni marë për fakultetit atje që ju kanë zhjetë dhe kanë, ullë në pëvënd, ju mëni me votu pro, kundër, edhe vazhdojnë. Rektorët ju të më njëre. Ne si njësi akademikit që dekan, ne e respektuem e prorin. Po e prori shpesher këtë respektim për amë si durësia dhe po e reagonin në forma që duhet më reagu. Kur shkallët shtëpia e fuqisë për të shkallët edhe ju. Kështu që është në ndërgjegje dhe ju se si po tani. Unë nuk e votoj edhe nuk e pranoj. Këta ka nevoj mbase edhe për më shumë profesor edhe për më shumë asistent. Po sidomos për më shumë asistent. E këta po lypim profesor pa pas orë për profesor. Muçaj e pengoi votimin që e holli rektori për këtë rast dhe kërkoi t'ju drejtohet senatorëve përsëri para se të votonin. Dekan, apo do me ju përjashtu për mbledhjes Këshillit se po pengoni votimin? Jo. Urë në bre dekan, vërtetin impresion ju. Vërtet. Që këtu jemi në gjajtë po ndu. Jo, nësë jem heqë vëlla. Kur ma i relaksum s'këm qenë. Edhe në kur ma, edhe me të më thonë një se shumë jetë. Po se, atim pse, se po besoni që ata që ju keni bo premtime, që kam ju bo profesora, kanë me qunë shpi. Po rektori nuk qënë shpi. Nëse ka dua dikuj premtimin burg shke pra punë. Po mirë, veç vazhdo. Dhe gjatë e njere, të një të ndëruar senator. Se shpesherë po thëmë me majtë atë nivelin akademik, po me këtë rektor probleme me majtë atë gjallësin akademike. Se vetë është një rektor i tim, që ty të detyron më reagun atë njëse po të... Kredencialit e mija akademike i kanë bo universitetet tjera, jo fakulteti i mjekësisë. Po është habi që në qëtë diskutime, që i ke përë qëta lanë të mbulume, me qëtë personerin, qëta lanë, ti asë njëri nuk i përmenë studentë. Në patologji dhe në oftalmo, po kemi shumë të atë tjerë që nuk kanë profesor. Që shkanë qitë bote profesor të Ape po pyte, lëm të apërgjegje. Që notet të që kanë qitë? Kemi angazhu asistent me doktor shkjence që janë 10-15 vite të pri. Po në të majnë edhe aty ku s'ka në të majnë se nuk bënë. Po abon me harnime. Kritikim ka 200 kërkesa. Po abon me harnime. Pse mu harnu po me bo? More na po harnomi si shtetet i potu neve të në. Qitë propozim, cilën do të po juftoj juve për me votu, i mbulojmë të paktën këtu katedra pa profesor. Apo kuptoni?
tarmën e kemë për para, nuk do të na ndalën kërkush na me votu tjera. Kështu, ju lutem, mas këtij debati shterrues, drejtat e juve i dini, mos e ndërpreni më procesin e votimit, i hudhi në votim, sipas pikës 6, me parakush që do të marrim rimiratimin nga Këshilli Drejtues, 19 pozita për profesor edhe 23 pozita për asistent, kush është për? Ju lutem numroni votat, ose numroni të kundërtat po. Faleminderit. Kush është kundër? Kush abstenon? Numroni abstenimet. 6 abstenime, asnjë vot kundër, si dhe gjitha votat tjera për. Administrat a ka kalu propozimi? Po, shumë mirë. Nga data 17 tetor 2025, Kallxo.com është interesuar dhe ka pyetur Fakultetin e Mjekësisë dhe shefat e katedrave në lidhje me kërkesat e tyre për staf akademik. 7 shefat të katedrave ende nuk janë përgjigjur dhe rasti është duke u trajtuar pas ankesës nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Pyetjeve të Kallxo.com për pozitat që i kishte propozuar mjekësia, nuk i është përgjigjur as rektori Hajrullahu. Në nëntor 2025, Hajrullahu e themeloi një komision të veçantë i cili analizoi ngarkesën mësimore dhe angazhimet shtesë të personelit akademik në Fakultetin e Mjekësisë. Raportin e këtij komisioni ai e kërkoi pasi anuloi 122 vendime të personelit të mjekësisë dhe tha se pranoi një numër ankesash nga ky personel për mos përputhje të angazhimit mësimor real në këtë fakultet.